Sauli e kërkon të vazhdimisht. Kam një përkthim në anglisht që thotë se ai e dëboi. Presje por, lexojini ato por kush? Por kush? Zoti nuk ja dha në dorë. Sepse përgjigjja do të vijë nga Zoti. Pra, nesër do të shkoj në Siri dhe do të flasim për këtë pak më vonë sepse isha atje në Athinë, shija të gjitha këto lajme, e di që portat të hapura ka postuar diçka si, jo, nuk është tamam kështu, por ajo që ne dëgjojmë nga miqtë tanë në Siri. Dhe KPN në këtë rrjet ka shpenzuar më shumë se 4 miliardë. Ne kemi marrë pjesë në një pjesë të vogël, duke ndërtuar shtëpi për të krishterët sirian, kemi ndërtuar një fshat të tërë. Nuk është kjo lajmi që ne dëgjojmë prej tyre atje brenda. Ka njerëz që vërtet, vetëm sepse nuk mohojnë Jezusin, u pritet koka. Pra, në këtë rast, në fund Zoti e shpëtoi absolutisht Davidin. Por ju e dini që ka njerëz në botë që do të thonë, Zot, janë sirianët që duan të më vrasin. Unë kam zgjedhur të jetoj besimin në një vend të rrezikshëm. Unë kam zgjedhur të shërbej, kam zgjedhur të bindem, kam hapur shtëpinë time. Rrezikshëm për të nderuar, tani ata vinë këtu dhe duan të vrasin familjen time dhe pyetja është, do të më vrasin? Dhe e dini, në disa raste Zoti do të thotë po, do të vrasin, në disa raste Zoti do të na shpëtojë, në të tjera Zoti do të thotë po, do të vrasin dhe pastaj. Sepse shpërblimi ynë nuk është vetëm në këtë botë, shpërblimi ynë vjen nga Zoti. Shiko çfarë thot 1 Korintasve 15:19, shiko çfarë pasazhi i mrekullueshëm. Nëse kemi shpresuar te Krishti vetëm për këtë jetë, atëherë ne jemi më të mirët nga të gjithë njerëzit. Pra, shpërblimi ndoshta do të vijë në këtë tokë, ndonjëherë nuk do të vijë në këtë tokë. Ndonjëherë do të vijë vetëm kur të jemi në praninë e Zotit. Bibla thot në librin e zbulesës se martirët madje vishin me rroba të ndryshme dhe thot se për ta ka një trashëgimi të veçantë. Unë duar trokas dhe them po, Zot. Në qiell nderoj ata. Ne jemi të lumtur sepse ka njerëz që po vdesin fjalë për të hapur rrugën e besimit. Ju e dini që Armenia është një nga vendet e para të krishterë në botë. E keni dëgjuar ndonjëherë këtë? Ishte Gregori, njeriu që predikoi ungjillin në Armeni. Ai qëndroi 15 vjet në burg sepse sillte ungjillin në një komb idhujtar dhe duhej të vdiste sepse nuk i jepnin as ushqim, as gjë. Por Zoti zgjon një zonjë, një vejush dhe i thot, "Çoji ushqim." Ajo i çon ushqim për vite me radhë fshehurazi këtij njeriu që duhej të kishte vdekur tashmë. Pastaj mbreti i Armenisë sëmuret me një sëmundje që nuk shërohet kurrë dhe gruaja e tij ishte një ëndër, ku Zoti i thotë se vetëm ai njeri që kanë futur në burg shumë vite më parë mund ta ndihmojë. Por ata mendonin, imagjino, ky ka vdekur. Shkojnë të shohin, ai ishte gjallë, shumë i dobët, por ende i gjallë. E nxjerrin nga burgu, ai lutet për mbretin, mbreti shërohet dhe vendos që krishterimi të jetë feja zyrtare e shtetit. Do me thënë, për 15 vjet burg, një burg u hap në qeli mbi një kont të tërë. Ne jetojmë në Itali, shumë njerëz kanë humbur jetën atje, në mënyrë që sot të jemi të lirë brenda një kishe, duke u lutur, duke lexuar Biblën, duke qenë të lirë të predikojmë ungjillin për pak më gjatë. Amin. Në disa momente të jetës son do të ketë korrje në këtë tokë, por në raste të tjera do të thuash, Zot, por ata do të më vrasin, kam mohuar gjithçka për të shërbyer ty. Dhe ndonjëherë do të duhet të ndjesh, po do të vrasin. Dhe do të jetë gjaku juaj që do të jetë fara juaj në këtë tokë.
Dhe pastaj, dhe atëherë do të jetë Zoti. Drejtësia ime vjen nga Perëndia. Është prej Tij që vjen fitoria ime. Riktheheni aty fragmentin nga 1 Korintasve 15:19, ku thuhet: thuaj me mua, nëse vetëm në këtë jetë kemi shpresë në Krishtin, ne jemi nga të gjithë njerëzit më të mirë. Po thotë që nëse ti jeton vetëm ka njerëz që vinë në kishë sepse thonë, vi në kishë që Zoti të më bëj të pasur. Vjen për arsyen e gabuar. Po, është e vërtet, është e drejtë të mos lypësh bukën, është e vërtet që Zoti mund të hapë dyer, por po të mos i hapte, po nëse nuk të jep asgjë, çfarë bën? Nuk vjen më në këtë kishë, shkon në një tjetër, sepse nëse qëllimi për të cilin e kërkon Zotin është të kesh para, je në vendin e gabuar, thua se je i mirë. Nëse pret Zotin vetëm për këtë jetë, vetëm për të pasur një shtëpi më shumë, je njeriu më i mirë, sepse ne presim Zotin, po, për këtë jetë, por mbi të gjitha, presim të jetojmë me të përjetësisht. Amin. Dhe kështu le të nxjerrim disa mësime nga kjo histori. Së pari, mos ndihmo njerëzit vetëm kur je vetë shumë mirë. Kur Zoti të thotë të ndihmosh dikë, ndihmo dikë. Më kuptoni? Para disa vitesh, isha duke u lutur dhe më kishte kapur një mall i madh për nënën time. Në atë periudhë nuk kisha asnjë lek, madje më kujtohet që hapa portofolin dhe pash që kisha, nuk e di, rreth 70.000 lire, asgjë. Dhe Zoti më thotë, jep këto para, kur ti japësh edhe këto, do të varet vetëm nga unë. Dhe më kujtohet që mora ato para, mora disa monedha dhe shkova atje te Porta Romana, ku ka një McDonald's dhe gjithmonë ka njerëz që kërkojnë ndihmë. Dhe aty ishte një zonjë që kërkonte dhe i thash, merri, janë të gjitha çfarë kam. Ndoshta ajo zonja atë ditë kishte më shumë se unë, por ndonjëherë edhe fitojnë mirë, por nuk ka rëndësi. Dhe Zoti më kishte thënë që do të kujdesej për mua. Dhe dikush më telefonoi, dikush që më kishte borxh para që unë ja kisha falur. E di, për të mos më katuar, thua, Lëri, a ke bërë ndonjëherë kështu? Thua, për të mos më katuar, nuk mi jep, i thua, të bekoj, mbaj. Në vend të kësaj, ky person më telefonon pasi Zoti më kishte thënë, sot do të kesh biletën. Më thot, dua të kthej atë nuk kam mundur më parë. I bën llogarit, bileta kushton të 1.300 euro, tani 1.700, dhe ma tha kështu. I bëra llogarit, nëse ti do t'i kishe vënë në bank, dua t'i jap me interes, sa më ke dhënë? Saktësisht 1.700, shuma më duaja të mall, shkuar vizitoja nënën time. Por më parë Zoti më tha, fillimisht jep gjithçka që ke dhe beso tek unë. Disa herë, nëse je i bindur, Zoti po të stërvit. Zoti nuk gjen kënaqësinë. Le të bëjmë një lojë apo jo? Nuk është një lojë e thjeshtë, është loja. Është stërvitja e besimit, sa më beson mua. Sepse derisa të kesh diçka në portofol, më beson mua. Për sa kohë që ke një mundësi arratisje që mund të ikësh diku, thua, e po mirë, skenari më i keq, kam nënën time, kam kushërirën time, ja e investim, skenari më i keq, shumë i keq, skenari më i keq, nëse shkon vërtet keq. I vërtet, po të them, në skenarin më të keq, do të gjesh mbështetje. Ndonjëherë Zoti thotë, unë do të jem mbështetja jote. A je gati? A jeni gati të besoni? Nuk ka më askën që mund t'i besosh, tani jemi vetëm ne të dy. E di, atë ditë Zoti më foli, çfarë bëra? Besoj aq shumë se ai do të më siguronte para sa që thash, nga do të vinë ato? Dhe nuk kisha një përgjigje. Dhe unë dola në balkonin e vogël që kisha në atë shtëpi dhe qëndrova atje 2 orë ashtu. Sepse thash, i vetmi vend nga mund të vi është nga qielli. Mendoja, kush mund të më ndihmoj? Nuk më vinte askush në mendje. Kush mund të më jap hua? Nuk më vinte askush në mendje.
Atëherë më kujtohet që isha aty dhe thash, besoj se mund edhe të fluturoj. Ndoshta vjen një pëllum që më hedh ca para. Dhe nuk erdhi as nga aty ku e imagjinoja unë. Shpëtimi do të vijë gjithmonë nga Zoti, në një mënyrë apo tjetër, ai. Do të shpërblej, do të jetë këtu, ndoshta do të jetë këtu, ndoshta nuk do të jetë këtu. Sidoqoftë, unë nuk pres vetëm për këtë jetë, sepse do të isha njeriu më i mirë që ekziston. E vërteta është se ne nuk duhet të shohim as erën as tuhin kur Zoti na thot të ndihmojmë dikë, edhe nëse situata jote është shumë më e keqe se ajo e atij personi, ndihmoje gjithsesi. Njëherë kam pyetur veten, pse Zoti më kërkon mua të ndihmoj dhe nuk i kërkon dikujt që është mirë. Dhe ai më përgjigj, është ligji i mbjelljes. Nëse ti ke nevojë për një zgjidhje në familjen tënde dhe ndihmon një familje tjetër, ti mbjell të tjetri, por korr në tënden. Dhe unë e kuptova që Zoti ndonjëherë na thotë, shko atje, mbill në atë gjë që të duhet ty. Davidi kishte nevojë të mbrojë nga një fortesë, sepse dikush po e kërkonte dhe Zoti i tha të shpëtonte një fortesë në mënyrë që shpirtërisht të bëhesh ai yti. Amin. Sepse kur mbjellim, korrin dhe shumë herë Zoti do të thotë të mbjellësh pikërisht aty ku ke nevojë, sepse ajo pen duhet të rritet në jetën tënde. Ndonjëherë nuk ke një palë këpuc dhe ai të thotë, dhuroja dikujt, por sa po mi kanë dhuruar. Jo, ti thua ishin të mjetë dhe ai thot mirë, tani ke diçka për të ofruar. Zot, por ai ndoshta ka 2 palë, unë kam vetëm një, nuk ka rëndësi. Dhe ai po të mëson ligjin e mbjelljes. Kur ti po ndihmon dikë tjetër, ti po hap qiellin mbi veten tënde, mbi shtëpinë dhe familjen tënde, edhe kur është një moment i vështirë. Mësimi i dytë. Mos prit që të jetë Keila ajo që të shpërblen. Prit që të jetë Zoti ai që të shpërblen. Ndonjëherë je aty dhe thua, dua të pres pa tjetër sepse kam investuar në jetën e filanit dhe filani do të bëhet lideri im më i mirë në punë. Ati i dhash punë, ai nuk kishte para, do të jesh. Por ai, ku është parë, ende po e kërkojmë edhe tani. Mund të ndodhë që të mos korrësh nga filani, por si është Zoti që të jetë të korrat. Ndoshta dikush vjen të punoj me ty, në të cilin nuk ke investuar kurrë në jetën tënde. Por korrja juaj vjen tek ai person, është pikërisht ajo që keni ndëruar dhe në të cilën nuk keni investuar, sepse kjo është korrja juaj. Amin, miherë ndihmova një çift që kishte ardhur nga jashtë shtetit. I dhash vendin ku flija dhe nuk kisha një vend të mirë për të fjetur. Kam kaluar ditë, mirë, kisha kohë, sot nuk do ta bëja. Disa ditë duke kërkuar shtëpi me ta, duke shkuar për të parë shtëpit, gjithçka. Imagjino gjithçka që mund të bësh. U dhash paratë e mia dhe pastaj asgjë. Pastaj ata ikën, madje duke folur keq dhe unë mbaj mend që i thash kështu Zotit. Unë në këtë lojë nuk jam më. Nuk e humbë më kohën time me njerëz që as nuk i njoh, për t'i ndihmuar ata dhe pastaj me këta njerëz mos mirënjohës, këta budallej mos mirënjohës të jetës. Dhe Zoti më tha, ke të drejtë. Nëse e bëre për ta, ke të drejtë, sepse ata janë mos mirënjohës. Por a i njënit ata? Jo, pra, për kë e bëra për k'ju bindur fjalës sate që thotë se duhet t'i mirë presim të huaj. E po. Pra, nëse e bëre për t'u bindur mua, shpërblimi do të vinë nga unë dhe unë nuk të kam tradhtuar kurrë. Dhe thash se më vjen keq për qiqra. Dhe unë do të ndihmoj përsëri. Shumë herë do të zhgënjehesh kur pret nga njerëzit. Prit nga Zoti, ai është besnik.
Ai gjithmonë, vërtet edhe kur investon në jetën e dikujt dhe thua kjo person do të jetë krahu im I djathtë për aq sa kam investuar, do të jetë vetë mirënjohja, ndonjëherë nuk është vetë mirënjohja, por dije që Zoti do të dërgoj dikë në jetën e të cilit ti as nuk ke investuar, që është përgjigjja e investimit të bërë në një tokë tjetër. Davidi investoi te Keila dhe Zoti I dha atij gjithë Judën, gjithë Izraelin, sepse po investonte në diçka. Amin. Unë besoj se Zoti do të na thotë sot disa gjëra. Njëra prej tyre është që ne nuk duhet të presim të jemi kush e di se si. Kur isha atje në Greqi, gjithë natën shpirti I shenjtë vazhdonte të më sillte këto imazhe të Sirisë. E ndjeva Zotin që më tha, shko atje. Si që dini, kam qenë në Brazil, kam qenë në Greqi, kisha 1 milion gjëra për të bërë këtë javë, por Zoti më tha, unë dua që ti të shkosh atje. As nuk e di pse po shkoj atje, por e di që duhet të shkoj. Dhe mendova, Zot, isha në një konferencë me kisha jo të pasura, me njerëz që nuk kanë 1 miliard persona që mund t'i ndihmojnë më shumë. Pse po ma kërkon mua? Mund ta kishe pyetur atë djalë, shiko sa para ka, sa kohë ka. Por nuk ka rëndësi, sepse nuk kemi pse të presim derisa të kemi kohë, para, shëndet apo gjumë për t'ju bindur Perëndis. Ne thjesht I bindemi Zotit. Amin. Më në fund do të lutemi së bashku, por ju lutem mos u largoni sepse do të doja të bënin një ofertë. Do të sjellim ilaçe dhe do të shkojmë në Liban. Ata do të vinë të na marrin në Liban. Situata është shumë e vështirë aty ku po shkojmë, por e di që Zoti do që ne të shkojmë atje, siç shkuam në Ukrainë. E dini që kur shkuam në Ukrainë, pastori Gjanonen ishte tashmë atje, po ndihmon të njerëzit të kalonin kufirin dhe kur arritëm I thash, ne do të hyjmë brenda në luftë. Ai, imagjino, ishte I lundur, sepse shpirti I tij aventurier nuk priste gjë tjetër. Nëse pastori tha që do të shkojmë I gjithë I gëzuar. Ne nuk dinim saktësisht çfarë do të bënim. Ju e dini që kemi shkuar duke u lutur, më thoshin ku do të shkojmë. Dhe unë u luta dhe I thash Zotit, më jep ti një drejtim. Zoti më vuri në mendje emrin e një personi, të cilin e thira dhe më dha emrin e një personi tjetër dhe atë ditë shkuam. Përfunduam në këtë kishë ku pastori ishte mjek dhe kishte vërtet nevojë për ndihmë. Dhe ne arritëm aty, vetëm të udhëhequr nga shpirti I shenjtë. E njëjta gjë. Zot, më jep dikë. Isha në këtë vend dhe Zoti më thotë, kërkoj libanezët. Unë shkova të kërkoja libanezët dhe një pastor më tha, pastore Roslin, kanë disa miq brenda Siris, ata do t'ju marrin në Liban dhe do t'ju çojnë atje dhe ju do të mund të shihni saktësisht si t'i ndihmoni. Dhe unë besoj se për te parave, për te asaj që mund të sjellin, ne do të sjellim veten tonë. Më kujtohet kur shkuam në Ukrainë. Faleminderit. Ata nuk thanë faleminderit sepse na solle ushqim, edhe pse ishin mirënjohës, por thanë, bukuria është të dish që dikush lë shtëpinë e vet për të ardhur këtu dhe për të na thënë, ju nuk jeni vetëm, kjo është shpërblimi ynë. Dhe unë mendoj, nëse kjo përndjekje do të ndodhte në Itali, sa shumë do të doja që dikush nga një vend tjetër të më thoshte, unë jam me ty, ne jemi këtu. Ka njerëz që kanë humbur kokën, fjalë për fjalë, familje të tëra, sepse është një luftë mes 2 fraksioneve muslimane, nuk e kanë drejt për drejt me të krishterët, por nëse të kapin, nëse nuk mohon Jezusin. Dhe vetëm sepse dikush thot nuk e mohoj Jezusin, të presin kokën. Ndonjëherë pyes veten, nëse kjo do të ndodhte në Itali, sa prej nesh do të ishim ende të krishterë, sepse ka vende ku është shumë e vështirë. Ata po luftojnë, nuk e di nëse e keni parë, por para disa ditësh bën një lloj marshimi për Jezusin.
dolën në për rrugë duke bërtitur me kryqe, ne do të vazhdojmë të jemi të krishterë, duke rrezikuar jetën. Dhe unë thash, po, ky kënd do të bekohet për këta njerëz. Ka njerëz që thirrja e tyre është një pagëzim me gjakë. Ka një emër, një nga llojet e padëzimeve në Bibël. Ka padëzimi në ujë, shumë i bukur. Ka padëzimi në Krishtin, kur ne kthehemi, shumë i bukur. Por ka një padëzim që i kërkojnë Jezusit. I thonë Jezusit, ne do të vdesim me ty. A i thot, a mund të padëzoheni me padëzimin me të cilin do të padëzohem unë? Dhe Jezusi thot, Bibla fliste për vdekjen e tij. Ka njerëz që misioni i tyre në jetë është të lënë jetën e tyre si farë. Që brezi i ardhshëm të jetë i lirë të dojë Zotin. Dhe ne duhet t'i nderojmë këta njerëz. Përveç nëse shkon atje dhe thua, mbështetu tek ne. Në Itali ka një kishë që lutet për ty dhe për çfarëdo që të kesh nevojë, ne do të jemi aty. Amin, tani do të lutemi për Keilën, e cila është bërë kaq e vogël, afër martirizimit, apo jo. Sa e madhe është Keila kur të flas për Sirin, por kujt i intereson, apo jo. Dikush thot, po Keila bëj si të duash. Bëhu e vogël. Vite më parë erdhi një pastor nga Indonezia dhe na tregoi disa video të shkurtra. Nuk mund të rrinte as shumë gjallë. Kush ka qenë këtu shumë vite më parë? Na tregoi disa video të vogla të disa fëmijëve që ishin prerë në kokë sepse ishin besimtar, të një gruaje që ishte përdhunuar nga shefi atje për muaj të tërë dhe pastaj kishte mbetur 7 zën, dhe burri i saj e kishte pranuar. Dhe unë kisha një takim me 2 pastor pas asaj mëngjesi, ishin drejtues trajnimi dhe njëri prej këtyre pastorëve donte të fliste për një problem që po kishte me një antar të kishës shumë të rënd sipas tij. Do ta mbaj mend gjithmonë që ndërkohë që ne shihnin këta besimtarë që vdisnin, vetëm për të mos mohuar Jezusin, pastorët ishin pothuajse të fshehur nën karriget tona. Ngadalë shija që po zvogëloheshin. Dhe pastaj, kur mbaroj, pata një takim me këtë pastor, a i më shikoj dhe tha këtë, Pastor Roslin, jam idiote, jeta ime është mirë, njerëzit në kish janë të mrekullueshëm, takimi ynë mbaroj. I thash, do t'aftoj disa herë. Amin. Megjithatë, ne duam ta vendosim jetën tonë tani duke thënë Zot, ndonjëherë shkënjehemi shumë. Arsyeja pse njerëzit ndonjëherë largohen nga kishat është gjithashtu shkënjimi me njerëzit. Meqense presim shpërblim, vëmendje, gjithçka, dikush duhet të bëjë diçka për mua. Dhe për sa kohë që ke besim të dikush, ai dikush nuk do të përgjigjet. Pra, sot, Zot, të kërkojmë falje. Sepse ne u besojmë burrave. Ne presim po. Që kur ndihmojnë dik në çfarëdo mënyre, ai person na lëndon. Dhe ndihemi keq kur na braktisin, kur na lënë. Ndonjëherë edhe brenda një martese. Zoti thot se unë dhash jetën time për atë burr ose atë grua dhe ai më la për një tjetër. Dhe ne presim besnikëri kur jemi besnik. Ne presim shpërblim kur jemi besnik dhe po, na vjen keq. Dhe po, të presim si Davidi dhe njerëzit e tij shumë herë, por Zot, je i sigurt? A do të ndodh kështu? Dhe ne duam të kërkojmë faljen, Zot, sepse siç thot apostulli Paul, jemi më të mirët që ekzistojnë, duke pritur që shpërblimi të jetë i tëri në këtë tokë, duke pritur që gjithçka të ndodh këtu në botën tonë të vogël blu. Ne duam tani, përpara fronit tënd, të vendosim plagët tona, shkënjimet tona. Dhe dhem shumë, Zot, pi e di këtë, sepse edhe ti je tradhtuar.
edhe ti. Ti kishe një dishepull të cilit I jepje gjithçka. Ti kishe një dishepull që hëngrën me ty, që ecën me ty, që pan mrekullitë tua, që I deshe thellësisht. Dhe për disa monedha argjendi, ai dishepull të shiti, I përçmuar nga njerëzit, thot Bibla te Isaia 53. Njeri që e njitë mirë vuajtjen. Ti e di, o Zot, çfarë do të thot tradhtia. Ti e di, o Zot, çfarë do të thot shkënjimi, sepse ti e ke provuar dhe e provon gjithmonë me të gjithë ne. Na bekon, hap dyert, dëgjon lutjet tona kur themi, nëse kjo ndodh, do të shohësh që do të bëj këtë tjetër dhe pastaj nuk e bën, dhe të themi do të përmirësohem, por pastaj nuk përmirësohemi. Përmirësohemi dhe të themi pastaj do të shkoj të predikoj, por pastaj nuk shkojmë, pastaj do të bëj dhe pastaj nuk bëjmë. Dhe mirësia jote është gjithmonë e pafundme mbi ne tradhtohemi dhe ndonjëherë jemi tradhtar. Ndonjëherë viktima dhe ndonjëherë çela. E vërteta është se ne jemi shumë më keq nga sa imagjinojmë dhe ti je shumë më I mirë nga sa kemi menduar ndonjëherë. Dhe tani, përpara fronit tënd, Zot, duam të vendosim zemrat tona, mërzinë tonë ndaj njerëzve apo gjërave që nuk kanë ditur, ndoshta kanë qenë të paaftë. Ndoshta kishin frikë nga Sauli, ndoshta kishin frikë nga bashkëshorti I tyre. Ndoshta thjesht kishin një zemër të ngurtësuar, por ne sot duam të të dhurojmë ty, të vendosim para altarit tënd njerëzit që për ne kanë qenë një shkënjim dhe të kërkojmë falje sepse kemi pritur prej tyre shpërblimin. Dhe jemi më të mirë nga të gjithë njerëzit kur presin nga njerëzit, sepse shpërblimi vjen nga Zoti. Ti je Zoti I drejtë. Ti je ai dhe I vetmi që je I drejtë në gjithçka që bën. Për këtë arsye, ja ku është kela jon këtë mëngjes. Secili ka të vetën, secili nga banorët e këtij qyteti. Që dhurojnë ty, Zot, një nga një. Ata që kemi ndihmuar, ata që kemi shpëtuar. Ata për të cilët kemi rrezikuar jetën tonë, kemi dhënë kohën tonë, paratë tona, edhe kur nuk kishim, ja ku janë. I vendosim këtu para teje për të thënë, Zot, se ky është farajon që vdes që të sjell shumë fryt. Nuk do të flasim më për sa kemi dhënë, për sa kemi bërë për ta. Dhe shpresojnë që edhe ata të mos flasin më për sa kanë dhënë apo bërë për ne. Sepse ndonjëherë, pa e kuptuar, edhe ne kemi qenë shkënim për të tjerët. Sepse ata kanë shpresuar në gjëra që ne nuk mund t'i jepnim. Besimi ynë të njeriu sot është oferta jon para fronit tënd. Sepse nëse shpresojmë vetëm në këtë jetë, jemi më të mirët nga të gjithë njerëzit. Dhe sot duam të shikojmë drejt teje, Zot, të shikojmë lart, të shikojmë me qiell dhe të kërkojmë. Dhe të themi, Zot, ne presim që shpërblimi të vijë prej teje. Sepse njerëzit shikojnë pamjen e jashtme, por ti shikon zemrën. Gjithçka që kemi bërë apo dhënë, ka njerëz të padrejtë, gënjeshtar. Por drejtësia është e jogja. Jeti ai që do t'i japësh secilit sipas mënyrës së tij të vepruarit dhe veprave të tij. Neve na mbetet të shpresojmë te ti, Zot Jezus, dhe jo më te njerëzit.
Për këtë, ja ku është kejla jonë. Sytë tanë tashmë shkojnë në qiell dhe jo më tek ata. Sot në emër të Jezusit. Dhe duan të përfitojnë nga rasti për të lutur për vëllezërit tanë që janë në Siri, të cilët po thonë: Zot, të më vrasin mua, fëmijët e mi dhe shtëpinë time. Dhe do të duhet të dëgjojnë, po birë do ta bëjnë. Dhe shpërblimi yt do të jem unë. Do ta shohësh me mua, na jep hir Zot që të jemi të fortë si ata dhe forcoj, Zot, forco zemrën e tyre, shtëpinë e tyre, forco fëmijët e tyre, forco besimin e tyre që të mund të qëndrojnë në këmbë edhe kur shumë të tjerë mund të iknin. Forcoj. Zot, qliroj, bëj që gjaku i tyre të mos jetë kurrë i kot dhe që gjithë kombi i Sirisë të mund të ndryshoj plotësisht në emër të Jezusit. Që ti të dërgosh zgjidhjen tënde përmes gjakut të martirëve, që është një farë për lirinë e asaj kombi. Kjo është kërkesa jonë dhe kjo është lutja jonë. Për këtë sot, atë që ke mbjellë në jetën e Keilës e bën të vdes në tokë. Mos qëndro më aty duke thënë, unë e bëra atë për atë person. Jo. Nëse e ke bërë për Zotin, prit që ai të përgjigjet nga qielli. Ndonjëherë këtu, ndonjëherë atje, por ai gjithmonë do t'ju përgjigjet në emër të Jezusit. Në emër të Jezusit. Se ajo i përket Krishtit. Është e jogja, Zot. Në emër të Krishtit Jezus. Amin. Fuqizoni vitin 2025, vitin e trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror.